Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojmë me Allah subhanahu wa taala, që ati përgjërom që të lavdëroj dhe të bekoj dërgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të përzgjedhur. Të ndër vëllezër, njeriu ka shumë veti që në sajt të tyre e meriton të quhet i dobët. Saktësisht, sado që përshkruhet njeriu si krijesë shumë e veçantë dhe shumë madhështore, megjithatë kjo nuk e zhvesh nga të qenit i dobët. Njeriu është i dobët sepse lakmon, njeriu është i dobët sepse bie pre e joshjeve, njeriu është i dobët sepse ngutet e kështu me radhë, dhe këto janë ndoshta cilësitë më të pashmangshme të njeriut në përgjithësi. Mirë po megjithatë, ka disa veti të dobësisë që na i kemi, mirë po shpesh domethënë, jo vetëm që nuk i dim që i kemi, po ndoshta edhe e kalkulojmë jetën pa e pas në konsideratë që e kena çat pikë të dobët. Saktësisht është një dobësi që kisha pas dëshirë me e trajtu sot në kuadër të hyrjes dhe pastaj me vazhdu në pjesën e trajtesës së dy ajeteve. Saktësisht, njeriu shpesh e sheh rrjedhën e ngjarjeve, mirë po nuk do me besu në përfundimin e rrjedhave. Domethënë, e sheh një rrjedhë se si duke shku, edhe parafërsisht me ligjet e tokës dihet ku çon kjo. Mirë po, ma shumë kena me besu në një diçka tjetër, se sa ajo që është e pritshme shumë me natyrshmëri dhe me shumë me ligj. Për shembull, për më konë është më i qartë. Për shembull, ti e sheh rrjedhën e jetës me kaos, apo? Jeta është keq kaos, nuk ka rend. Ama anën tjetër mendon që gjithçka ka më shkuar në rregull, ose rezultati ka më qenë keq në rregull, ose e sheh rrjedhën e jetës me dembeli. Ama anën tjetër kalkulimet i kit njeriu shumë të Zoti. Në mënyrë që shi të fol për të ardhmen, do të më kanë shumë i Zoti për me kalkuluar çështën. Amo rrjedhën e dembelist, a jetë po? Ose e sheh rrjedhën e jetës me mos lëvizje edhe me mos aktivizëm. Ndërkash në anën tjetër e synon pikërisht domethënë jetën e një njeriu që është shumë i gjallë. Kjo dobësi, nëse kena drejt me thujt, është me shit iluzion edhe me besu në iluzion. Domethënë rrjedhën që ti e sheh është rrjedha e vërtetë, është realiteti. Ndërka që ajo që ka në kokë për të ardhmen është iluzioni. Cilës i zë më shumë besë, rrjedhës apo iluzionit. Dhe unë kam një përshtypje në vëllezër që na dhe në fetari kena hitë që këtë tregu iluzionave. Shpesh himi edhe kena disa rrjedha të fesë, e kena disa rrjedha të fetarisë, ama kalkulimin e kena tjetër. Për shembull, e kena fetarin me kaos, ama kështu muhabetin e kena sikur i kena ambicje sahabët. E kena fetarin me shumë dembeli, po kalkulimet edhe bisedat i kena sikur se jena domthonjë shoqënia e tabenëve, ose e kena fetarian me mos lëvizje, ndërkash muhabetin e kena sikur se jena reformatorët e domethënë e Islamit. Për arsye, konsideroj që është e rëndësishme me e bëni pyetje. A është e udhës, a është dobësi e madhe, a është diçka që nuk duhet me lënë kësaj? Në realitet ku ka shumë mjegull, a jena tek shpresa apo jemi tek iluzioni? Në ka shumë dallim më konën shpresë madh, me qenë ambicioz, me qenë optimist, edhe mi lezu rrjedhat edhe me menu që po bëhen të mirë, edhe anën tjetër me qenë njeriu i zhytur në iluzione, edhe mos mi besu rrjedhave, po mi besu domethënë iluzioneve që i kena në mendje. Për me pas më të thjesht, po e thjeshtësoj nëpërmjet një shembulli. Për shembull, nëse na e shohim një bujk, i cili pasi që është mbulu toka me borë, vjen edhe hudh një farë të kalbën për me mjell. Domethënë, është mbush ara me borë, edhe ky vend me mjell një farë e cila realisht është e kalbët edhe e prisht. Këtë rast nëse na ishmi konë njerëz të vetëdijshëm edhe njerëz të sinqert. A i kishmi thonë që veç jetë u lodh kot se nëse s'do me met pa bereqet kohën e të korrave, nuk ka që kjo as stina, as koha, as momenti, as fara. Ose a kish pas drejt dikush me na thonë neve, pse vëlla pyj për mi krye, le njerin i të ketë mendim pozitiv, le të ketë domethënë shpresa, pse jo, ndoshta edhe korr diçka. Domethënë, a kishmi lezu rrjedhën, kjo rrjedha është që s'ka kur gjopi kësaj pune. Rrjedha e ngjarjes me qit farë mbor është rrjedhë dështimi, nuk ka këtu muhabet shprese, nuk ka këtu muhabet mendimi pozitiv, nuk ka këtu muhabet domethënë të njerit i cili po mbjell domethënë shpresë dhe domethënë mendim të mirë. Ndaj konsideroj që kur një ligjerim fetar, kur një diskurs fetar, kur disa mësimet fetare të thonë troq që mos e rraj vetën, mos shit broçkulla dhe mos ngrej iluzione, nuk ndërtohet fetaria me rrena, nuk arrihet fetaria me gënjeshtra.
Këtë rast domethënë na shpesh domethënë e shohmi këtë njeri si mrolt, e shohmi si me idhnim, pse po çka që sinqert më na kallzu çysh miellet xheneti. Ky po thotë xheneti nuk miellet me fara të kalbuna në një arë të mbuluar me borë. Shumë e thjeshtë është. Domethënë ti edhe farën e ke gabu, edhe stinën e ke gabu. Këtë rast ky ta do të mirën kur thotë mos e rrej veten. Mos e mashtro vetën sepse kjo nuk është fara për me fitue shpëtimin edhe domethënë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Shtrohet pyetja, pse njerëzit kur ta thonë të vërtetën troç? Pse kur dikush në ligjërim fetar ose një mësues ose një hoxh ose një dietar thotë jo, kjo nuk çon xhenet. Çështu e rrezikon xhenetin. Pse njerëzit këshyrin mrolt edhe me idhnim? Pse për shembull nuk janë sinqert me thonë, megjithatë unë jam larg pikë këtij realiteti, po kjo është e vërteta të cilën do të duhej me një kohë inshallah me realizu. Pse njerëzit këshyrin mrolt edhe me idhnim kur e thut vërtetën troç edhe domethënë ashtu sikurse është. Kam frikën që mrolat edhe idhnimi janë si rrjedhimi i ajetit të radhës, ajeti 19 i surës Az-Zumar. Thot Allahu te baraka ve taala, "Afa man haqqa alayhi kalimatu al-azab, afa anta tunqidhu man fi an-nar?" Thot, a mundesh me shpëtu ti pi zjarrit dikë që është e prerë që ka mu djeg? A mundesh me shpëtu ti pi xhenemit dikë që është vendim i prerë që ka mu dënu? Sigur është një farë gjendje ku ti e këshillon dikën që kjo shpërfillje namazit ka me të çunë në xhenem, edhe ai mrollet edhe hidhnohet sepse nuk e ka fatin me shpëtu pi dënimit i cili është i destinuar për shpërfillësit e namazit. Ose kur i thuhet që pa hijab je rrezikuar me shku në xhenem, mrollet e hidhnohet pikërisht sepse nuk e ka fatin, e kryme, ka vendimin e prerë që ka mu dënu. Ose kur i thuhet se haku i punëtorit ka me të çuti në xhenem, ose kur i thuhet që domethënë kibriot ka me të çunë në xhenem. Në mrollet e idhnohet e ndoshta arsyeja pse mrollet edhe idhnohet është se je duke folur për fatin e tij. Je duke folur për fatin e tij që është domethënë vendimi i prerë që ka mu dënue domethënë me xhenem. Afa man haqqa alayhi kalimatu al-azab, afa anta tunqidhu man fi an-nar? Thot ai që e ka të prej mu djeg në xhenem, a ti ki me nxjerr? A ti ki me shpëtu në kuptimin që çka është dobia që na ti fol dikujt? Çka dobia që na ti këshillu njerëzit? Çka dobia që dikush nuk i ka ik asnjë ders? Çka dobia që thot dikush i ka 300 derse, 400 derse, nëse mos mron ti nuk ka bodoni ndalë pi zonës komfortet mëkatit. Mundet njëri më kon komfort të mëkati, a mo xhenem s'ka vend komfort. No, njëri mund të thonë, unë mirë jam te praktikja e namazit. Unë mirë jam te zhveshja. Unë mirë jam te pandërshmëria. Unë mirë jam te fitimet e dyshim, te fitimet haram. Unë mirë jam këtu. Çka po më hip për mi krye? Ti je mirë në iluzionin tan. Ti je mirë në hamendin ati bujkut që të qitë farë për mi borë. Edhe o të pritë që ka me pas të korra, domethënë në stinën e të korrave, edhe në kohën e të korrave. Mirë po domethënë na duhet minimum që me dalë për këtij iluzioni, edhe me kuptu domethënë të vërtetën saktësisht më kanë shumë sinqert sikur të ma të bujk. Mi thonë, nëse ti verës do me pas bereqet për fëmijët e tu, do me pasën bukë për me hongër, nuk miellet kështu. Edhe na nëse do me mas jetës së kësaj bote me pas diçka, nuk miellet kështu. Nuk është kjo formula dhe metoda domethënë që shmjellet xheneti e Allahut subhanahu wa taala. Afa man haqqa alayhi kalimatu al-azab, afa anta tunqidhu man fi an-nar? Nëse na e kena pre që filoni ka me hinë në xhenem, filoni ka mu djeg, a ti ki me shpëtu? A ti ki me shpëtu? Domethënë i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti nuk mundesh me shpëtu dikën që e kena pre në vendimin që ky ka mu djegën. Kështu që ajo që kisha pas dëshirë me i thirr krejt njerëzve që ngojnë këtu mësime, është pikërisht me reflektu. Çka nëse unë ngoj shumë ligjërata, kom ngu shumë derse për tauhidin, kom ngu shumë derse për takvallëkin, kom ngu shumë derse për pasimin e sunetit. Amo prap që aty pare ndryshim s'kom bodi shka të madhe. Prap nuk kom bodi ndryshim të madhe në madhnimin e farzëve të Allahut. Prap nuk kom bodi ndryshim të madhe në praktikën e mëkateve. Prap nuk kom bodi ndryshim të madhe të lidhjes së zemrës me Allahun. Prap nuk kom bodi ndryshim të madhe të largimit të zemrës për të tjerëve krahas Allahut. A mundet më kon kjo arsye se është e preme që kena mu dënu? E tash vishin ato ardhën në proces të padobishëm. Proces, domethënë të padobishëm. Nëse në përgjigjet na dalin të mira, po elhamdulillah çdo ders ma ka ndresh një farz. Çdo ligjërat ma ka ndresh një kuptim. Çdo mësim ma ka sforcu një domethënie fetare. Çdo herë e kam ndjer nevojën më kthy më shumë tek Allahu dhe sa herë e kam ndjer nevojën që duhet më përmirësu, elhamdulillah. Kjo është shenjë e mirë që nuk jena tek iluzionet. Ndërkësh nëse veç në ato ardhë të shku, pa pasën rezultat, atëherë du të më bo marak, edhe ky reflektim me na bo me lejnë Allah subhanahu wa taala më përmirësua dhe më ndryshu. Sakt,
Sonte nuk e kam domethënë me trajtu këtë ajet për arsye se metodologjia e ligjëratës shkon më shumë te ajeti i radhës, ajeti 20 i surës Az-Zumar. Mirë po, padyshim që kjo ajet është një hyrje e rëndësishme për të ajeti i radhës që sonte e kena si trajtesë. Ajeti i radhës thot Allah subhanahu wa ta'ala: Lakin alladhina taqaw rabbahum, ata të cilët janë të devotshëm ndaj Zotit të tyre, ata që ruhen, ata që janë të devotshëm kanë takwa ndaj Zotit të tyre. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Për ta Allah ka përgatitur dhe ka ndërtuar. Keni vëmendjen? Të Ibn Kathiri ka përmendur Allahu ndërtim që mos më menu që xheneti është përjetim shpirtëror. Jo, i mebnie, domthonë janë ndërtesa të ndërtuara. Thot Allahu për ta ka ndërtuar dhoma të cilat janë sipër dhomave. Dhoma në kate. Thot tajri min tahtiha al-anhar. Nën dhoma rrjedhin lumejt. Thot Muqatil Sulejman thot nër dhom e ki lumin. Dikush tjetër prej selefit ka thonë, jo, lumi të hec ka do ti. Lumi të hec ka do ti. Thot wa'da Allahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Ky është premtimi i Allahut dhe Allahu nuk e thën premtimin. Ky është premtimi i Allahut dhe Allahu nuk e thën premtimin. Domethënë, ky ajet vjen si paralele aty në ajeteve që kena pas para 3 ligjëratave që xhehenemlit kanë shtresa të zjarrit sipër tyne dhe shtresa të zjarrit poshtë tyne. Dhe Allahu po thotë nëse ata janë me shtresa zjarrit sipër, ti janë dhomat e xhenetit që sipër teje prap ka dhoma xheneti me lumej që rrjedhin nër, domethënë këto dhoma, kështu që qofsh në dhomën poshtë, prapje në këtë mrekulli që rrethohesh prej dhomave të xhenetit, që Abdullah ibn Abbas i thotë janë dhoma që bëhen prej gurve të çmum, prej rubinëve kështu me radhë, edhe domethënë edhe dhomat janë sipër tilla dhe lumejt domethënë në të cilat ti domethënë jeton për ditshmërinë tënde. Çi i bie vllazni? Që e dhomë ku ti mshelesh të shtëpia, edhe fal namazin, lexon Kur'an, bën dhikr, e ngon i ders. Që e dhomë ku ti e ki vendos më bëj devotshëm. Që e dhomë ku ti e ki menu shumë herë që ka një ditë gjykimi edhe duhet më bogati për takimin me Allahun. Që e dhomë ku shpesh e kini atë ghurbën, që ti e ghuraban këtë shoqni. Që e dhomë ku shumë herë e ki menue se shumë e gato kjo udha dhe e ron. Që e dhomë ka më të zavendësu me dhomat xhenetit. Domethënë, na ditë e natë punohemi me ide më të bukura, po mi bë të bukura dhomat e kësaj dynjaje. Po dhomat e kësaj dynjaje tek njerëzit e devotshëm janë vënia dhe punishtja ku investohet për të fituar dhomat e xhenetit. Na nuk i shijomi dhomat e kësaj dynjaje si dhoma të jetesës, po si dhoma ku e kena punëtorin për me bë investimin për me fituar dhomat e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru." Këta kena mi shpërbly me dhoma xheneti se kanë bë sabër. Ty ajeti i surës Zumar po thot janë kon devotshëm. Ktu po thot kanë bë sabër, se s'mundesh më të devotshëm pa duru. S'mundesh më kon i devotshëm pa tar si shpesh e munim të kjo punë. Ka më kon e ran kjo punë. Shumë herë domethënë i rrethekun pi gjunave, shumë herë i rrethekun për joshjeve, shumë herë i rrethekun me të rreziku farzët, ama me bë sabër derisa ta fitojsh që këtë dhomën tonë në xhenetin e Allahut te bareke wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wa hum fil ghurufati aminun." Ata do të jenë në dhomat e tyre në xhenetet e Allahut plot siguri, shumë të sigurt. Se në dynjë s'ka siguri. Mundesh më kon dhomën më të mirë në dynjë, po ki frikë për të ardhmen. Mundesh më kon dhomën më të luksoze në dynjë, po ki frikë për smundjeve. Mundesh më kon dhomën më të mirë në dynjë, po ki frikë për devimit. Allahu po thot aminun, këta hinë dhomat e xhenetit janë të sigurt, se Allahu nuk i dhënohet më me këta. Sepse domthon kur gjë e mundshme që mund të më të shku mend që o dëm edhe e keqe edhe dhimbje, nuk është domthon e destinuar për banorët e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që nëse në dynjë të bëhet marak një dhomë, thjesht vetë dush mi pasën lekët, me pas idenë dhe me pas kusht të ndërton. Çka që thjesht është matematika e kësaj dynjaje për arsye se dynjaja s'ka vlerë tek Allahu. Ndërkaq për me fitue dhomën e xhenetit, ajo është tjetër historia. E shënoi Imam Ahmedi, Sheikh Shoaib thotë që hadithi është hasan prej Aliut, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna fil jannati la ghurafan yura butunuha min dhuhuriha wa dhuhuruha min butuniha." Thotë janë xhenet do dhoma. Shifët prej mrena e pjesa e jashtme dhe prej jashtë shifët pjesa e brendshme, dhoma transparente, të kristalta. Dhe faqala a'rabi, një njeri nomad tha, se njerëz të mëshëm çështu më njerëz që këtë pyetje e bën. Ai nuk bëhet kurështor, domethënë për diçka tjetër. Bëhet kurështor kush i meriton këto dhoma. Edhe I tha ja Rasulullah, liman hiya? Për kanë janë këto dhoma? Për kë janë këto dhoma
që pjesa e brendshme duket nga jashtë dhe e jashtmja duket nga brenda. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, liman ataba al-kalam. Kjo është për ata të cilët folin mirë. Wa at'ama at-ta'am, edhe ushqen njerëzit. Wa salla bil-lejli wan-nasu niyam, edhe ka rregull mu fal natën kur njerëzit janë të fletë. Do të thonë, a mumi keq që tash kena sot çto me pas virt jetës, me 24 orëve, me ushqyni të varfën, mu falën qoftë 2 rekate namaznate, edhe më ia thoni llaf mirë dikujt. Virdi ditës, do të thonë janë 10 edhe 100 herë pyetja rreth virdit, që propozim, bëje këtë vird jetës. Mos më ka përcjellë 24 orësh vetë se jam duke e bë investimin me fitue që këtë dhomë të xhenetit Allahu te bareke ve taala. E shohim Muhamedi wa Muslimi fi Sahl ibn Sa'd, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ahla al-jannati la tara'una al-ghurfata fi al-jannati kama tara'una al-kawkaba fi as-sama. Thot banorët e xhenetit i shohin dhomat e njëri tjetrit, po sikur se i shihni ju sot në tokë yjet. Do të thonë çaj i devotshmi, çaj që s'ka ik virti Kuranit, çaj që s'ka ik namazin me xhamat, çaj që s'ka prek kurrë haram, çaj që e ke konsideruar shumë të parancishme atje në çosh. Sot kimë pa pi poshtë, kimë pa domethënë dhomën e tij në xhenet, po sikur domethënë që sot i sheh domethënë në yjet në qiell. Domethënë kur familja jote për shembull bën gjunohe, edhe ti i pafuqishëm ose një motë është e pafuqishme me i luftua ato gjunohe. Edhe këta bojnë bajat. Edhe ai ose ajo detyrohet me shku më mshel në dhomë. Edhe shkon në dhomë edhe këtë kanë me thonë që si u kthy kafeja ky apo shkon si mshelët, po shmangët për jetës, po përzihet me neve kështu me radhë. Domethënë çato momente që ti shmangësh thjesht më kon shumë i bindur që të rrit investimin për çfarë. Domethënë unë me këtë takvallëk, me këtë devotshmëri, me këtë besim, me këtë fetari e kom çit pazarin farë dhoma duam pas në xhenet. Kështu që ju jeni fokusuar te dhomat e dynjajës, ju granin atona. Unë e kom një projekt tjetër me fituar dhomën e xhenetit tek Allahu subhanahu wa taala. Ku çon ky investim që nesër dhomat mu pas sikur se yjet. E shohim Imam Tirmidhiu shalmoni thotë hadithi o sahih për Abu Hurairës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahla al-jannati la tara'una fi al-ghurfati kama yatara'una al-kawkab al-sharqi aw al-kawkab al-gharbi al-gharib fi al-ufuqi aw al-tali'. Thotë banorët e xhenetit i shohin njëri tjetrit dhomat prej distancë të largët, sikur ju kur e shihni yllin që del ka ana e lindjes ose yllin që del ka ana e perëndimit, qoftë kur lind apo kur perëndon. Thot fi tafadul darajat. Amo thot e vërejnë që dallojnë për njëri tjetrit në drejtë ku i kanë mrrin. E vërejnë, domethënë ky është pak më lart, ai tjetri është pak më lart, ai ndriçon pak më shumë e kështu me radhë. Edhe i thanë ja Rasulullah, ulaika an-nabiyun, këta thot që dhomat e tyre thot shifën prej larg sikur se yjet në lindje dhe në perëndim. Thot a janë këta thot profetët? Thot bela, walladhi nafsi biyadi wa aqwamun amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu al-mursalin. Thot po, janë profetët dhe ata të cilët kanë besuar Allahun edhe i kanë ndjek pejgambert. Kanë besuar Allahun edhe i kanë besuar profetit edhe i kanë ndjekën edhe i kanë vërtetuar profetët e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që e kena investim, vëmendje, ambicie dhe projekt për me fitu një vend xhenet. Me fitu një vend në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Çish fitohet? Ajeti i surës Az-Zumar po e ka zonë troç. Po thot Allah azza wa jall, lakinil ladhina taqaw rabbahum. Ata të cilët janë devotshëm ndaj Zotit tyre. Nuk ka të thonë ata të cilët kanë dhënë shahadet. Nuk ka të thonë ata të cilët janë musliman. Nuk ka të thonë ata të cilët falen. Nuk ka të thonë ata të cilët kanë hijab. O të thonë ata të cilët janë devotshëm, e kanë një fetari të kompletuar. E kanë një fetari domethënë të kompletuar, thot këta domethënë kanë mi pasën dhomat e ndërtuara si për njëri tjetrës, në të cilat domethënë rrjedhin lumej. Kushti është e taqwa, mukonën domethënë të devotshëm. Çka i bë kjo? I bë e para mi kry farzët. Domethënë mos me pas shkelje në farzët e Allahut, mos me pas shpërfillje në farzët e Allahut te barekuhu te ala. Dhe e dyta është mos me pas mëkate të mëdha. Mos me pas përlyme tek mëkatet të cilat kanë kërcënim, mallkim, dënim, zjarr ose had, domethënë në dynjë. Domethënë dy shtylla e ka devotshmëria. Shtylla e parë është farzi, domethënë farzi i namazit, farzi i ndershmërisë, farzi i sidqit, farzi i orientimit familjes ka Allahu, farzi i ndërtimit familjes me Kur'an dhe Sunet, kjo farz, kjo nuk ka mustahab. Farzi i kësaj dhe asaj që janë 10 dhe 100 farze të Allahu subhanahu wa taala. Zguzon me shkelën farz. Zguzon me shkelën farz. Shkelën farz e hub emrin e devotshmërisë. E hub kushtin e
devotshmërisë. Dhe kushti i dytë është shmangja nga mëkatet, domethënë shmangja nga 7 mëkatet e mëdha, mëkatet e tjera të mëdha që kanë në Kur'an dhe Sunet, mëkatet e gjuhës, mëkatet e fitimit haram, mëkatet e epsheve dhe mëkatet e zemrës e kështu me radhë. Kështu që ajo ideja që si ta fash namazin, e ke kryer projektin, është shumë larg për këtë shpjegimi. Nuk kryhet projekti me një farz. Nuk kryhet projekti vetëm me një farz. Është projekti i madh që quhet takwa, ku ka shumë farze edhe ka shmangje, domethënë, prej mëkateve të mëdha. Mund të thonë dikush, a është patjetër më kon devotshëm? Apo a jemi edukuar që termi devotshmërisë është termi të qenit evlia shumë i përkushtuar do drejtë të larta në xhenetit, apo xheneti fitohet vetëm me namaz dhe me pak përkushtim. Thot Imam Kurtubiu, kur i ka dhënë kategoritë e njerëzve në ditën e gjykimit, thot njerëzit në ditën e gjykimit janë 3 kategori. Na pëlqen, kjo është realiteti. Duhet me thonë troç. Thot kategoria e parë thot të devotshmit që nuk kanë mëkate të mëdha. Të devotshmit, kategoria e parë në ditën e gjykimit. Njerëz të devotshëm që nuk kanë mëkate të mëdha. Domethënë, as nuk ka prek në haram, e as nuk ka shkel në farz. Kjo është kategorinë vetë në ditën e gjykimit. Kategoria e dytë thot janë të përzierit, muslimanët që kanë mëkate të mëdha se kanë shkel në farze. Edhe kategoria e tretë thot janë domethënë pabesimtarë. Çka ndodh në llogari? Thot Imam Kurtubiu. Thot për kategorinë e parë. Thot fa amma al-muttaqun, njerzit e devotshëm. Fa inna hasanatuhum tuda'u fi al-kaffati an-nayyirati wa saghairahum in kanat lahum fi al-kaffati al-ukhra. Thot Allahu Azza wa Jalla ja vendos devotshmërinë e tyre, për kushtimin e tyre, që të njerëzve të devotshëm, ja vendos në një anë të ndritshme të peshojës. Në një anë të ndritshme të peshojës. Thot dhe mëkatet e vogla, nëse i kanë, pse thot nëse i kanë? Se realisht është një premtim për Allahut, se nëse je i devotshëm të vogla të falen. As nuk i shen ditën e gjykimit. Thot njerëz të devotshëm, Allahu veprat e mira, farzët e tyre shmangën nga mëkatet, e çet në peshojën e ndritshme, dhe mëkatet e vogla nëse i kanë, Allahu i vendos një anë tjetër. Fala yaj'alu Allahu li tilka as-saghairi waznan wa tathqulu al-kaffatu al-nayra. Dhe Allahu nuk i jep kur farpeshe mëkateve të vogla në ditën e gjykimit të njerëzve të devotshëm. Edhe vazhdon thot dhe nuk shkon pak qaste, thot kjo pjesa tjetër e errët e peshojës, thot fluturon sikur s'ka kur gjej. Fluturon sikur s'ka kur gjej. Ku e ka vënë ky? Ky e ka në xhenet. Ky ka vënë në xhenet se s'ka shkel mëkate, edhe nuk ka shkel domethënë në farz. Çka ndodh me kategorinë e dytë? Muslimanë që shkelin farze, edhe muslimanë që shkelin mëkatet e mëdha, thot se përkat këtyre thot të përzierëve, fa hasanatuhum tuda'u fi al-kaffati an-nayyira wa sayyi'atuhum fi al-kaffati al-mudhlima. Thot hasanatet e tyre, sevapet e tyre, që ato muslimanë kanë sevape, nuk kanë bash pa kurrëj, thot vendosen tek ana e ndritshme e peshojës. Dhe gjunoat e tyre, dhe farzët që i kanë shkel, edhe obligimet që i kanë kryer, edhe mëkatet e mëdha që i kanë bë, edhe mëkatet e vogla, thot vendosen tek peshoja e errët, fe yakunu li kaba'irihim thiqal. E këtu është ta pjesa më e frikshme. Thot gjunat e mëdha që i kanë bë, shumë thot janë trona kur vendosen peshoj. Thot e kanë thot një pesh. Domethënë mundet me arë një gjunat që ti i bën asgjë. Edhe bakiu kanë gjunaj 5 minutave, mundet me peshoj me ta letu peshojen e ndoshta 10 ditëve farsha ki fal. Se është mëkat i madh, domethënë është guxim i madh me shkelën kufit e Allahut te baraka o taala. Thot fa in kanat al hasanat athqal walau bi su'abatin dakhala al janna. Thot nëse ka sevape më shumë sa pesha e gjunave, qoftë edhe sa një thërmi, e ka marrë qoftë edhe sa një vezore e vogël e një insekti, thot hin xhenet. Veç atë çash më kon pak më nat. Thot wa in kanat as-sayyi'atu athqal walau bi su'abatin dakhala an-nara illa yaghfir Allah. Thot nëse veç sa një vezore e një vezë e një insekti të vogël, thot ka gjinoje më shumë, thot kjo është i destinuar me shku në xhenem, veç kof që ja fal Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, nëse njëri nuk është i devotshëm, domethënë, ka shkeljen farz, edhe ka shkeljen mëkate të mëdha dhe shtypërim me mëkate të mëdha, ka domethënë rrezik fatal me i rënu në peshoj gjunat e veta, edhe rrëdhëmisht domethënë me rrezikue ahiretin e vet, kurse i devotshmi e ka një vlerë me devotshminë e tij
që ka nejt mirë në vijën e fort fetare, me farza dhe pa gjunohe ndaj Allahut te barekuhu teala, që madje mëkatet e vogla as nuk bojnë pesh ditën e gjykimit. As nuk bojnë pesh, edhe e fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kush po premton kështu? Wa'd Allah. Kjo është premtimi i Allahut. La yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allahu nuk e them premtimin. Allahu nuk e them premtimin. Dy herë është vërtetim. Edhe është vërtetim tu kallëzuar se është premtim i të drejtit absolut, po edhe po e pan ai vetë te barekuhu teala që nuk e thej domethënën premtimin. Çilo ky premtim? Cili është premtimi që sot na duhet me çket emocion me jetu? Me jetu me momentin vllazni kur Allahu te barekuhu teala ka më na mundsu në dyert e xhenetit me na thon udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Heni në xhenet ju dhe gratë e juaja të gëzuar. Heni në xhenet. Jeni bo gati ju për këtë. Me menua dhe me jetu me ndjenjën kur ka më na thon me len Allah subhanahu wa taala udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun. Heni në xhenet kur mos keni më pas frikë, kur s'keni më pas mërzi. Edhe kur do të na thuhet para se me në xhenet udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Heni në xhenet për çfarë keni vepruar. Heni në xhenet për punë që i keni bërë. Domethënë xheneti nuk është iluzion. Xheneti është shpresë e njerëzve që e mjellin. Xheneti është korrja e njerëzve që kanë pas formulë të saktë. Formulë shumë, domethënë të qartë. Ka devotshmëri, fitohet xheneti. Shkel në farza dhe në gjunohe e rrezikon xhenetin e Allahu te bareke ve teala. Kështu që nuk është e thjesht, ndoshta në tan kohën me kuptu këtë ligjërat me shembullin e bujkut. Nuk është më e komplikuar me kuptu ligjëratën me shembullin e bujkut. Ka fort prishur edhe në kohë të papërshtatshme, domethënë nuk është domethënë që ja vlen atij me rrejt edhe me ushqy iluzionet që ka më fitu domethënë diçka. Kështu që fara e vërtet me fitu xhenetin e Allahut azza wa jalla është devotshmëria. Fara e vërtet që e mbjellmi me fitu xhenetin e Allahut është domethënë devotshmëria. Apo e thjeshtësomi pak çypet çka devotshmëri. Se shpesh ky mohabeti i devotshmërisë pastaj po rri shumë abstrakt, edhe shkomi një 20 minuta bëjmë dhikr, e prismë 1-2-3 herë namazin me xhamat pak para ezanit, edhe neve na duket vetja të devotshëm. E shënoi Imam Tirmidhiu, që Albani thotë hadithi jo sahih për Ebu Umamës, thotë e komuni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në haxhin e tij lamtumirës, ju ka thonë njerëzve ittaqu rabbakum, jeni devotshëm ndaj Zotit tuaj. Çysh më kanë devotshëm ndaj Zotit tuaj? Formula më njerëz shkon zbërthim. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu khamsakum", fani 5 vakte. S'ka devotshmëri pa e pasën të kryejm projektin e 5 namazeve. Jo 5 vakli në kuptimin e emërtimit. Se shumë muslimanë sot që kanë 5 vakli, nuk janë 5 vakli. Nuk është 5 vakli ai që nuk e ka prioritet namazin e sabahut. Nuk është 5 vakli. Ai mund të mëkon me 4 vakte. Nuk është 5 vakli një i cili domthon her pas here në punë i hik namazi pi vaktit. Nuk është 5 vakli ai që kur është në shkollë dhe kur me kolegë domthon e shtyn namazin jashtë shkollës. Nuk është 5 vakli. Ai është dashamiri 5 vaklive. Ai do 5 vaktet, po nuk është 5 vakli. Të sallu khamsakum, fani 5 namazet e juaja. Wa sumu shahrakum, edhe agjëroni muajin tuaj. Wa addu zakata amwalikum, edhe jepni zakatin e pasurisë tuaj. Wa atiu dha amrikum, edhe binduni prizve tuaj. Tadkhulul jannata rabbikum, keni me hin xhenetin e Zotit tuaj. Shumë e thjeshtë, kjo formula xheneti mas prompti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, jeni devotshëm, falni 5 vakte, agjëroni, kryeni farzin, binduni prizve, keni me hin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E shënon Abu Davudi, Albani thotë hadithi jo sahih, prej Ubad ibn Samit thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu ta'ala 'ala al-ibad." Janë 5 kohë namazi që Allahu ja ka bë obligim robërve. Allahu ka bë farz robërve. Faman jaa bihinna, kush vën ditën e gjykimit me këto namaze. Qysh vjen? Thot lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna. Nuk e ka hub asnjë pjesë namazit duke shpërfillur. Kush vjen pa e shpërfill namazin, kush vjen pa e lën mangët namazin, kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-janna. Ka besë tek Allahu se ka më shtin në xhenet. E ka besën Allahut që ka në xhenet. E ka besën Allahut që ka në xhenet. Allahu po e besën vën me 5 namaze, cilat i kryej me përkushtim. Nuk e kish përfill farzën e namazit, nuk e kish përfill arkanët e namazit, nuk e kish përfill vajibatet e namazit. Besën e kit Allahut që kemi në xhenet. Mirë po, do të me përsërit. Lem yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna. Nuk i ka çu poshtë.
nuk i ka çu poshtë duke i parë si të pavlera, duke i parë si jo aq të rëndësishme. Që kjo pjesa a e shpërfillmi në namazin, nuk besoj që ka shumë këtu për me trajtu se mjafton secili prej neve veç me ematën, seriozitetin ton në punë, seriozitetin ton në termin, seriozitetin ton në takime, seriozitetin ton madje edhe nëse kisha pas drejt, seriozitetin ton në një orar të ilaçeve. Domethënë, nëse njëri prej neve ka një terapi që më u shmang një smujës fatale, qoftë ti apo fëmia jot. Edhe ti e di se 5 herë mëna ditës duhet m'ia dhon çat terapi se nëse nuk e jep komplikohet. Ka gjas me javë pastaj me shku mu shtri fëmia në spital ose ka gjas domethënë m'u prish një gjymtyr, m'u prish veshka, m'u prish kjo dhe ajo. Ajo merr mirë që na ngatron me minutin. A ka gjas që na domethënë kena dyshim domethënë ç'mu sill në raport me atë. A e kish mi vet apo a do me ndjekën terapinë apo jo? Domethënë, çtu vesh me e kuptu. Edhe pse shumica s'ka nevojë marrë të shembull. Shumica mjafton me pas seriozitetin, me pas seriozitetin e punës, domethënë me navitit, sa herë të hik puna, sa herë të hik termini punës, sa herë të hik orari, sa herë të hik kjo dhe ajo që e shpërfaq respektimin e kontratës dhe të lumt që bën, ama kur çajo është për mi farzën e Allahut, atëherë domethënë do të shme reflektu. Premtimi i Allahut, kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-janna. Allahu po e besën ka me shtinë në xhenet. Mirë, po Allahu po e besën kush i kryen, që ashtu domethënë çu ka kërku Allahu subhanahu wa taala. Në një rivat tjetër te Abu Davudit që armoni thotë që edhe ky rivat është sahih. Thot men ahsana wudu'ahunna, kush e merr avdesin që ç'dohet. Wa sallahunna li waqtihinna, edhe i fal në vakt. Edhe i fal në vakt. Wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna, edhe e kryen rukun edhe khushu'in, vëmendjen në respekt në për ulën për Allahut, e kryen me plotësi, e ban tamam. Kana lahu 'ala Allahi 'ahdun an yaghfira lahu. Ky e ka besën Allahut që Allah ka më fal. Ky e ka besën Allahut që Allah domethënë ka më fal. Çish i bën ndryshe që kjo fare devotshmërisë për me fitu xhenetin e Allahut. Një farë tjetër shumë e rëndësishme. E shënon Imam Buhariu Muslimi pe Abu Hurajras, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fi al-jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Kush do që del pi shtëpie me shku në xhami mu fal. Kush do që del pi shtëpie me shku në mesxhit me fal namazin. Për çdo të shkume dhe të kthyme e ka një gosti në xhenet prej Allahut. Për çdo të shkume dhe të kthyme e ka një gosti në xhenet tek Allahu. Domethënë, jo është dal në xhami se e ka një takim me do vllazni. Jo dal në xhami se i ka do punë tjera të shtëpisë si kryo. Jo, ky del me idenë që mund bëhet gati gostia në ditën e gjykimit. Që kjo është i devotshmi. Që kjo është i devotshmi i cili për llogarit se me çket namaz me xhamat, me çket përkushtim ndaj xhamis, ka më fituar xhenetin e Allahut. E shon Abu Davudi që Albani thotë hadithi sahih prej Burejdës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bashiril mashsha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nur at-tam yawm al-qiyamah." Thotë përgëzoj ata të cilët shkojnë mi fal namazet në terr. Përgëzoj me dritë plot në ditën e gjykimit. Përgëzoj me dritë të plot në ditën e gjykimit. Kështu që gostitë e xhenetit, drita e xhenetit duhet me pas domethënë xhamin në rend të ditës. Me pas namazin me xhamat në prioritetet e jetës, edhe duhet me ndryshuar raportin kundrejt domethënë këtyre ibadeteve. Çish i bie që kjo far me fitu xhenetin nëpërmjet devotshmërisë. E shënoi Muhamedi Imam Buhariu Muslimi për Abu Hurajras, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë janë 7 njerëz, 7 kategori njerëzish që kanë me hi në hijen e arshit të Allahut atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah." Ka më konë në hijen e arshit të Allahut, i predispozuar me shkuën në xhenetin e Allahut. Një burr të cilin e propozon një grua e bukur dhe me pozitë dhe ky thot: "Jo, s'm kam frikë për Allahut." Çështu fitohet xheneti. Po e vërtetë është shumë jetë bëhet që të fal namazin, ama jetë rreziku xhenetin që ki lidhi haram. Është shumë e thjeshtë këtë temë. Domethënë çysh hekin në hijen e arshit të Allahut, edhe është i predispozuar me shkuën në xhenet, se i ka thonë një vajzë në lidhjes haram i ka thonë jo, edhe çashtu një motër muslimane, edhe një vajzë muslimane që i thot një propozimit një mashkullit i thot jo se kam frikë për Allahun, domethënë çysh është formulë kjo me fitu xhenet, atëherë kjo kundërt është formulë me fitu xhenem. Kjo është formulë me fitu xhenem, nuk ka kuptimi i shpesht i dëgjuar se njerëz të përkryer s'ka, kështu që
Mas i kena do farze, pse i kena do arome, domethënë nuk ka dert, këtu e rrezikon domethënë devotshmërinë, edhe rrjedhimisht domethënë shkon në rrezikun fatal. Çish i bie që kjo farë me fitu xhenetin e Allahut nëpërmjet devotshmërisë. Një prej gjëra më të rëndësishme, sidomos kohën bashkore, sidomos që këtë brezin e ri që është duke u edukuar me qefe ekstreme, edhe me materializëm, edhe me ide të çmendur të masdynjojës. Një prej farave bazë me rujt devotshmërinë është me nejt larg fitimit haram. Është me nejt larg fitimit haram, e përzin me haram dynjon, fitimin, idarën, punën, karrierën, shumë je i rrezikuar me prek të kufit e Allahut edhe rrjedhimisht me dal para Allahut me krejtat, ama domethënë me e pasën një shkelje të rëndë që nuk je i devotshëm për më kon te kategoria e parë. Më kon te kategoria e dytë e cila pastaj domethënë i peshojnë domethënë veprat. Shënon Abu Ya'la Sheikh Albani thotë që rivajeti është sahih, pe Abu Bekrit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bi haram." Nuk hyn xhenet. Nuk do të thonë i rrezikohet. Nuk do të thonë i hub derexhet. Thotë nuk hyn xhenet dikush që ushqet me haram. Dikush që ushqet me haram, domethënë ty keni vëmendje çtu? Nuk do të thonë nuk hyn xhenet kush bëhet milioner me haram. Nuk do të thonë kush bëhet miliarder me haram. Kush ushqehet me haram, ushqimin që aty parë e kena. Domthon sa mundet me hangur një njeri në gjendje normale, sa mundet me konsumu ti dhe familja jote, për afërsisht shumica e njerëzve që aty janë. Me një mesatare të përgjithshme, i ushqen me haram, punon punë haram, fiton haram, e përzin me haram, nuk hin xhenet. A unë kena fal namazin, na kena dhënë zakatin. Na dhe japmi dhe sadaka, na dhe shumë punë të hajrit i rrimi masë dhe shumë punëve jetë shumë njerëz që qelmi udhën. Nuk është kjo amnisti pi xhenemit. Domthon sadakaja e njerit që përzin pasurinë me haram nuk është amnisti. S'mundesh kështu me komuniku me Allahun. Kuptimin që Zot lem rahat ditën e gjykimit, se unë po jap fukarave, ani pse i shkeli kufitë tua dhe fitoj haram edhe jetoj me haram. Madje dikush pi selefit, saksisht Sufjan al-Thauri ka thonë: "Men anfaqa al-harama fi at-ta'a, kaman tahara ath-thawba bil-bawl." Thot ai i cili thot me pasuni haram ban ibadet. Me pasuri haram munot me ofro Allahut, është sikur se dikush i cili me urin i pastron rrobat e dyta. A pastron? Madje Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot: "La yaqbalu Allahu salat imri'in wa fi jawfihi haram hatta yatuba ila Allah ta'ala." Thot Allahu nuk ja pranon namazin atij që mrena trupit ka diçka haram. Domthon e ki konsumu darkën, edhe darka ka qenë për një pasuri haram, rrezikohet mos më të pranon namazin. Rrezikohet mos më të pranon domethënë namazin. Kështu që çka i bën më konë i devotshëm, i bie me nejt lart domethënë fitimeve haram. Çish i bie kjo farë dhe kjo korrje për me fitu xhenetin e Allahut? Çish i bën më konë i devotshëm, edhe më konë të kategoria e parë që kur dalmi na peshojmë veprat e mira dhe him xhenet. E shohim Muslimi pe Abu Huraira thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariba. Fatuba lil-ghuraba." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka nis fillim Islam, kur ka filluar në fillim Islami ka qenë shumë i huaj, shumë i pa familiarizuar me rrethin, shumë jabanxhi, shumë i çuditshëm, shumë e kanë kshyrë mrol të Islamit në fillim. Çashtu ka mu ballë një herë thot. Fatuba lil-ghuraba, lum për ata njerëz që kanë më konë çështu devotshëm, kur njerëz kanë më kshyrë ndryshe. Domthon kur vjen momenti që me një farë forme marginalizohesh, edhe qosh në qosh, edhe ndoshta të hub komplet vlera dhe domethënia shoqërore. Këtë familja të kshyrë ndryshe pse i bëj devotshëm. Ti vesh mendoj çka thirrë lum për xhenetlit. Tuba lil ghuraba për kthejë çështo, jo tuba lum për ghurabat, vesh mendoj lum për njerëz që kanë fituar xhenetin e Allahu te bareke u taala. Kush janë këta ghurabat? Ka ardhur në transmetim që shonim Muhamedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është sahih, për Abdullah ibn Mas'udit, qila wa man al ghuraba. Ja Rasulullah, kush janë çta njerëz të huaj, çta jabanxhit, çta që kur bën devotshëm këtë familje i kshir çuditshëm. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An-nuza'u min al-qaba'il." Thot janë zgelltit e sicilës familje. Zgelltit e sicilës familje. Domethënë mos nxjerr narrativ me ran gjinoje se komet vet familje. Këtë familje kundër meje. Se kjo është domethënë deklarat kundër kësaj. Bashkë i zgjellt, kush zgjelli ti më kon veshti devotshëm në shtëpi? Kush zgjelli veshti më kon në përkushtum në fes? An-nuza'u min al-qaba'il. Allahu po thot janë doni zgjedhje pisicët familje, pisicët fes. Unë i zgjedhim më kon devotshëm. Fatuba lil ghuraba, lum për çdo njerëz. Se këta mas promti, se nuk u kon let me nejti vetëm. Nuk u kon let më konën në përçoshe. Nuk u kon let me të nënçmu. Nuk u kon let me të kshyrë domethënën me përçmim.
Ama xheneti Allahut e lyp që ket. Bima sabaru, hin në xhenet që keni bë, domethënë sabër, kështu që donjëherë ki presionin e vetmisë, donjëherë ki presionin e izolimit, donjëherë ki presionin e rrethit, donjëherë ki edhe presionin e gjeneratës tënde. Fatuba lil ghuraba, veç tu i vetës, lom për njerëzit që janë kështu. Lom që tash amesin mas prontit shumë të vetmum, për me nejtën aty ku do të me nejtën që ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Ka një transmetim tjetër që shënon Imam al-Ajurri, Shalbani thotë që rivajeti është sahih. O men hum ya Rasulullah, kush janë qëta jo i dërguar Allahut? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Thotë ta janë njerëz që bën njerëz të mirë, devotshëm për kushtum kur tjerë prishën. Bashkë kur tjerë prishën, që thotë jo, kjo nuk është formula këtu xhenetin e Allahut. Kur këtë prishën, ti bash i devotshëm, ti keni trajtim të veçantë për Allahu te bareke ve teala. Ka një transmetim tjetër tek Imam Ahmedi, Imam Tabarani për Abdullah ibn Amrit, i thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal ghuraba idrullah, wa mal ghuraba." Kush janë këta ghurabat? Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun salihun, qalilun fi nasin saw'in kathir." Thot janë do njerëz devotshëm, shumë pak me një rreth shumë të keq. Shumë pak njerëz mirë me një rreth shumë të keq. Kështu që neve s'na bëhet qefi që njerëz janë tu prish. S'na bëhet qefi që njerëz janë tu shpërfaq mëkatet. Në bëhet qefi nëse ata udhëzon dhe i bashkangjitën karavanit ghurabave dhe konsumojnë krenari të madhe më kanë, domethënë në mesin e këtyne, thot me ya'sihim akthar mimma yuti'uhum, kur kush thot këta nuk i ngon. Kur kush këta nuk i ngon, mund këta janë të parancishëm. Këta nuk e meritojnë, mund të më dëgjoj. S'është problem se këta mas pronti kanë me marr thirrjen, hinin xhenet për sabrin që keni bërë për Allahun te barekuhu teala. Me një rivajet tjetër, jo autentik, ka ardhur al-farrarun bidinhim. Kush janë këta ghurabat? Thot janë ata që ikin me fenë e tyre. Janë ata që ik me fenë e tij. A dishi kjo? Sigurisht ti me pas një pasuni të madhe me një valixhe, edhe befasohesh që jemi në lagje hajnash. A ikti me atë valixhen tonë mos po ta prek dikush pasunin. A ik me atë valixhen tonë mos po ta merr dikush domethënë arritjen e suksesin tan. Çashtu ik mos po ta prek dikush investimin. I devotshëm e konsideron pasurinë më të madhe, devotshmërinë e tij ndaj Allahut dhe ik mos më aprish dikush investimin që ka për fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pse do të më ik? Pse nuk duhet mu inkuadru, pse nuk duhet mu shkri, pse nuk duhet me ndryshu? Sepse neve na duhet që kjo devotshmëria për me fitu xhenetin e Allahut. Neve na duhet që kjo për në ahiret. Na duhet për në ahiret. Thot Allah azza wa jall, "Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda." A dit njerëz të devotshëm kena mi bë këtë bashk, mi nderu para Allahut. Mi nderu, domthon këta duhet mi nderu. An-nuza' min al-qaba'il, këta janë kon zgjedh, pse cilës familje kena zgjedh. Edhe ta shin kon zgjedh në tokë, keni mu zgjedh në ditën e gjykimit grupe, murenit me hin xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Çfarë nderimi thot Allah azza wa jall, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya." Kjo është xheneti që kena lënë trashëgimi për robërit e tonë që kanë devotshëm, jo për krejt. Kjo është xheneti që kemi lënë trashëgimi për robërit e tonë që kanë devotshëm. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Njerëz të devotshëm do të jenë nëpër kopshte dhe nëpër lumej. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Edhe do të jenë në ndeja të së vërtetës afër Allahut plot fuqishëm. Do të thonë ti çosh asë si çosh edhe ti s'javlin as mohabet me hi. Unë i kam mohabet të tjera që jam të rrit për ahiret. Unë kam neja ku e hekim qefin e bisedës e shoqënisë. Inda malikin muqtadir, tek mbreti plot fuqishëm që ma realizon çdo dëshirë. Tek mbreti plot fuqishëm që ma realizon domethënë çdo synim. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. A dini ç'është shembulli edhe krahasimi i xhenetit që jo kena premtu devotshmëve, jo krejve. Jo kena premtu njerëzve devotshëm. Tajri min tahti al-anhar. Këtyne ju rrjedhin lumejt poshtë tyne. Ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqba alladhina taqaw. Thot për herë do t'i kenë hajet të cilat ata i dëshirojnë, edhe hijet e pemëve. Kjo në funi njerëzve të devotshëm. 2 herë përmend Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk ka për gjithëkan. Kjo për njerëz të devotshëm, njerëz që i kanë kry farzët, edhe janë larguar prej gjunave, wa uqba al-kafirin an-nar, edhe funi i pabesimtarëve është domethënë zjarri i xhenemit. Shkon thirrja sot me vëllezër, është secili prej neve në çdo momente. Mu pendu edhe me vendos me jetu si devotshëm. Me enal këtë ngjarje të fetarisë me përzirje. Fetarin që e ki pasën shkel këtu edhe shkel aty. Përzi këtu edhe përzi aty, pisot mi thonë, zotë jam, ma nuk e kam këtë. Por ty jam të ba. Du mu këthy edhe me e marë fetarin si rëzërë. Dhe më thonë, edhe nëse dikush për të sahabëve, ka thonë për një gjuna, që është për gjunave të maja, me njëherë me e këdor për të gjunavit.
Edhe nëse ka gjas më ka një gjuna për gjunat muaj, me njerë me erdo për atë një gjunat. Edhe nëse ka khilaf në mesele, që kjo shkelje, a mundët më ka për shkeljeve që prek në farz, ka gjas më ka me prek në farz, mos ka po me prek më atë. Më thonë me enzirë vit kuqe tjetës devotshmërinë. Me enzirë vit kuqe tjetës devotshmërinë, mos me shkel në farze, edhe mos me shkel në gjunahe, e mas mëram të fitomi, ala inna awliya Allahi la khawfun alejhim, wala hum jahzanun, dine se evliatë Allahut, as nuk kanë me pas frikë, as nuk kanë me pas mërzi, alladhina amanu, wa kanu yattaqun, kush janë këta? Janë ata cilët kanë besu dhe janë konë devotshëm. Me njëherë zbërthimi vjen, janë konë besimtar, edhe janë konë devotshëm, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Këta Allah kam i përgëzu, edhe në dynja, edhe në akhirat. Edhe në dynja, derin sa të vjen në moment i vdekjes, sa kena me morë myshdën që kena me në xhenet, po edhe në akhirat kur ta morë me myshdën me hinë xhenetin e Allahut, e lutja Allahun azza wa jalla na bëj devotshëm dhe këtë devotshmëri me pas stabile deri sa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala, edhe çdo ditë më të devotshëm se sa kemi qenë, deri sa ta morëm thirrjen për njerëzit e devotshëm me hinë xhenet pa llogari. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.